Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Një konflikt mes dy nxënësve të shkollës Sulejman Delvina më 4 mars përfundoi me plagosjen e një 16 vjeçari, ndërkohë që drejtoria vendosi përjashtimin e autorit të dyshuar si agresori. I plagosuri tregon rrethanat e ngjarjes, ndërsa mjeku i urgjencës Nikolin Kote bëri të ditur se ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po ndiqet për trajtim të mëtejshëm. Rastet e dhunës fizike mes nxënësve në shkollat e mesme po shtohet me ritme shqetësuese. Sociologët paralajmërojnë se ky nuk është një rast i izoluar, por një sinjal alarmi për presionet, tensionet dhe modelet e komunikimit që po mbizotërojnë në shoqëri. Sipas sociologes Entela Binjaku, fenomeni duhet trajtuar në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke nisur nga familja deri tek shkolla. Saranda po mirëpret këto ditë të para të pranverës, turistë të shumë vendase të huaj, vizitorët shprehen të tërhequr nga moti i mirë, bukuria e Bregdetit dhe atmosfera e qetë që ofron qyteti në këtë periudhë të vitit. Edhe jashtë sezonit veror, Saranda mbetet një destinacion i preferuar për turistët që zgjedhin të shijojnë natyrën dhe klimën e butë të jugut. Shoqëria kulturore Gura e Picarit në këtë 10 mars feston ditëlindjen e 35, duke vazhduar përcjelljen e polifonisë në Breza. Në gjithë këto vite jetë, kjo shoqëri kulturore ka shpalosur deri në skena ndërkombëtare repertorin e saj të pasur me mbi 1600 këngë, valle, pjesë instrumentale, rituale tradicionale. Ju njohim tani më gjerësisht një konflikt mes dy nxënësve të shkollës Sulejman Delvina më 4 mars përfundoi me plagosjen e një 16 vjeçari, ndërkohë që drejtoria vendosi përjashtimin e autorit të dyshuar si agresori. I plagosuri tregon rrethanat e ngjarjes, ndërsa mjeku i urgjencës Nikolin Kote bëri të ditur se ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po ndiqet për trajtim të mëtejshëm. Një konflikt mes dy nxënësve të shkollës Sulejman Delvina në qytetin e Delvinës, i ndodhur me 4 mars, përfundoi me plagosjen e një 16 vjeçari me inicialet DC. Si pasojë e ngjarjes, drejtoria e shkollës ka vendosur përjashtimin e një 15 vjeçari me inicialet FH, i cili ka plagosur bashkë moshatarin e tij. Për mikrofonin e RTS ka folur edhe veti plagosuri, i cili tregoi rrethanat dhe shkaqet që sipas tij quan në përplasjen mes dy nxënësve. Unë nga ai nuk kam pasur asnjë telefonat, as nuk dua që të kem nga persona të tillë, as nuk dua, sepse nuk janë në interesin tim njerëz të tillë. Është marrë vetëm masa e përjashtimit. Ajo është e vlefshme për nxënësit e tjerë, por nuk është vetëm ajo e vlefshme, se ai deri nesër mund të dalë, mund të shpojë një tjetër, mund të qellojë një tjetër, nuk isha vetëm unë viktima, unë isha rastësi. Ndërkohë, për këtë rast dhe më shumë detaje edhe mjeku i urgjencës që u mor me trajtimin e të miturit. 3 plagët tjera janë në rregull, përveç plagës që bëra mjekimin sot, sepse ishte e thellë. Nuk e di se çfarë kam bërë në spitalin e Sarandës, por mendoj se duhej të bësh edhe një suturim i poshtë, por nuk e di se mund të them se s'kam qenë prezent kur është suturuar atje. Për faktin që, është bërë edhe mazheria dhe nuk ka pneumotoraks ose anatoraks, këto do ishin kërcënuese për jetën. Drejtoria e shkollës bën të ditur se do të forcohen masat e sigurisë dhe do zhvillohen takime ndërgjegjësuese për të parandaluar raste të ngjashme. Rastet e dhunës fizike mes nxënësve në shkollat e mesme po shtohet me ritme shqetësuese. Sociologët paralajmërojnë se ky nuk është një rast i izoluar, por një sinjal alarmi për presionet, tensionet dhe modelet e komunikimit që po mbizotërojnë në shoqëri. Sipas sociologes Entela Binjaku, fenomeni duhet trajtuar në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke nisur nga familja dhe deri tek shkolla. Rastet e dhunës mes adoleshentëve në shkollat e mesme po shtohen dhe po kthehen në një fenomen shqetësues në të gjithë vendin. Ngjarja e fundit në shkollën e mesme të Delvinës, ku një nxënës goditi me thik bashkë moshatarin e tij, pas një konflikti të çastit, ka rikthyer debatin për sigurinë në shkolla dhe rolin e institucioneve në parandalimin e këtyre episodeve. Sociologja Entela Binjaku thekson se shumë prej këtyre rasteve janë pasojë një klime të përgjithshme tensioni që i rrethon të rinjt, duke filluar nga familja, mjedisi sociale deri te dinamika brenda shkollës. Të tjera shkaqe që i çojnë adoleshentët në këto konflikte kaq të forta lidhen edhe me përdorimin e armëve të ftohta, ku ata në një farë mënyre në thonjë se do të thoja sikur trimërohen kur kanë në dorë një armë të ftohtë që mund të jenë dorezat metalike apo mjetet prerëse kështu me radhë.
Shkaqe të tjera nga ku burojnë konfliktet midis adoleshentëve do t'i gjehet sidomos tek përdorimi i substancave narkotike. Përdorimi i narkotikëve është një shqetësim shumë serioz në radhët e të miturve tanë, adoleshentëve kryesisht, dhe arsye sepse i çojnë në këto rrugë mendoj që lidhen edhe me faktin se ata shpeshherë ndjehen të vënë në lojë prej bashkëmoshatarëve të tyre, shpeshherë ndjehen të papërfillur dhe përdorimi i substancave narkotike është në një farë mënyrë një lloj strehe në thonjza që ata i bën disi të po ashtu në thonjza të rëndësishëm apo që ekzistojnë edhe për pjesën tjetër të grupit të bashkëmoshatarëve. Shkaqe të tjera nga ku burojnë konfliktet janë ato që lidhen kryesisht me aspektin e dukjes. Kjo është një fazë e jetës ku për shumë adoleshentë, veçanërisht për vajza, aspekti fizik është tetë i rëndësishëm dhe kur ato nuk vlerësohen për këtë aspekt apo kur aspekti i tyre fizik përbënin po ashtu një burim në thonjza përsëri kërcënimi për të tjerët, ato ndjehen po ashtu të vendosura në lojë dhe mund të burojë tek ato një lloj zemërimi atill që mund të çojë ose mund të rrisë prirjen përsëri për konflikte. Të tjera shkaqe që gjej që lidhen përsëri me konfliktet midis adoleshentëve burojnë në një farë mënyre prej mjedisit ku ata kalojnë ditën dhe kohën, i cili punon tepër pak për aspektin edukativ. Edhe në përgjithësi në shkollat tona, kjo mendoj që ndodh pothuajse në të gjithë Republikën, ka vijon të ketë, domethënë, një nënvlerësim të materialeve didaktike apo të lëndëve apo të kurrikulave, elementeve të kurrikulave që kanë të bëjnë drejt për drejt me edukimin, duke ju lënë atyre një vend shumë të vogël ose as pak duke mos i trajtuar as pak me seriozitet. Prandaj edhe adoleshentët apo të miturit në përgjithësi, kur e gjejnë veten të pambështetur, kur e gjejnë veten të paedukuar, kur vëmendja prindërore është e dobët, kur autoriteti prindëror po ashtu është i diskutueshëm, ata shpeshherë e kanë mjaft më të thjesht të jenë pre e sjelljeve të vogla delinkuente dhe si një formë rebelimi e tyre, apo janë më të prirur për të rënë në grackën e këtyre sjelljeve të vogla delinkuente që nisin si të tilla, por që mund të shkojnë edhe me pasoja shumë serioze. Sipas Binjakut, trajtimi i fenomenit duhet të nisë me vëmendje më të madhe nga stafi i shkollës, i cili duhet të identifikojë sinjalet paralajmëruese si ndryshimet e sjelljes, konfliktet mes grupeve apo izolimin e nxënësve. Fenomeni i dhunës tek të rinj nuk është thjesht problem i shkollës, por i gjithë shoqërisë dhe kërkon veprim të përbashkët për të garantuar një mjedis të sigurt për fëmijët. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza është hapur kabineti i ri i testimit vestibular në shërbimin e otorinolaringologjisë. Kryeministri Edi Rama ndau pamjet nga investimi i cili synon diagnozë më të saktë për pacientët me probleme të veshit të brendshëm dhe çrregullime të balancës. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e otorinolaringologjisë është hapur kabineti i ri që do të realizojë testim vestibular për pacientë të grup moshave të ndryshme. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga kabineti i ri, ndërsa shkruan se ky lloj testimi vlen për pacientët që vuajnë nga probleme të veshit të brendshëm dhe do të kryhet në kabinetin e vlerësimit vestibular. Shefja e shërbimit të ORL-s në QSUT, Brikena Qiriazi, shprehet se ky kabinet plotëson të gjithë nevojat për kontrollin e problemeve që lidhen me veshin e mesëm të pacientët që paraqiten në QSUT. Kemi pajisjet e videonistagmografisë, që është një ekzaminim bazë për diagnozën e problemeve të sistemit vestibular, që është praktikisht probleme të veshit të brendshëm. Videohit është një ekzaminim gjithashtu shumë i rëndësishëm për këto diagnoza. Pjesa më e rëndësishme që ka ky kabinet është bërja një diagnoze të saktë të patologjive të marrjeve mendsh. E para, sepse ndan nëse ky problem është i veshit apo i problemeve centrale, i trurit e thënë thjesht. E dyta, sepse ndan në problemet periferike cili problem është, sepse dhe aty kemi disa probleme. Dhe e treta, ndjekjen e terapisë patologjive të sistemit vestibular. Çfarë risi kemi sjellë ne në këtë shërbim për pacientët, doktoresha? Ky ekzaminim praktikisht ka vite që i ka munguar këtij shërbimi, tani gjendet këtu, ne mund të shërbejmë pacientëve me këto diagnozë. Dhe kjo është derisia. Ky është një lajm shumë i mirë për gjithë pacientët.
Doktor Evis Bendo tha se kjo pajisje bën përcaktimin e diagnozës për patologjitë e marramendjeve sepse ndan natyrën e problemit nëse lidhet direkt me veshin apo probleme me trurin dhe ato periferike. Sigurisht jo të gjitha do të kalojnë nëpërmjet këtij vlerësimi, sepse janë diagnoza më të thjeshta. Në shumë nga këto raste diagnozat janë komplikuara. Për të përcaktuar se cila është pjesa e veshit që është problematike ose mund të ndodhi që marrja e mëngjve nuk është në origjinë nga ORL-ja. Ka sëmundje të tjera të cilat gjithashtu shoqërohen me marrje mëngj. Dhe kalimi në për këtë set ekzaminime, sepse nuk është një ekzaminim i vetëm, janë 3-4 ekzaminime që kryen në të njëjtin sistem, vë pikën mbi, pra përcakton cila është ajo pjesë e cila ka problemin. Dhe pastaj udhëheq edhe në trajtimin dhe rehabilitimin më mbrapa. Gjithashtu kjo pjesë është e rëndësishme sepse deri tashmë specializantët që janë në ORL të ardhshme, këtë pjesë e kanë parë teorikisht në për video, në për ndërsa tani kanë mundësinë që ta shikojnë dhe ta praktikojnë dhe ta mësojnë. Pra ndihmon edhe në këtë pjesë, bën të mundur që specialistët e ORL të dalin të plotësuar, të jenë të kompletuar për mjekët e rinj. Në mënyrë të veçantë, ky kabineti ka dhe vlerë akademike. Kabineti është ngritur fal një projekti të financuar nga Agjencia Kombëtare e Kujdesit Shëndetësor dhe Inspektimit në bashkëpunim me Universitetin e Mjekësisë të Tiranës, duke bërë këtë kabinet të parin të këtij lloji në sistemin publik shëndetësor shqiptar. Ky kabinet pritet të ofrojë një standard më të lartë diagnostikimi dhe trajtimi për pacientët me çrregullime vestibulare, duke sjellë një avancim të rëndësishëm në fushën e ORL-s. Saranda po mirëpret këto ditë para të pranverës turistë të shumë të vendas dhe të huaj. Vizitorët shprehen të tërhequr nga moti i mirë, bukuria e Bregdetit dhe atmosfera e qetë që ofron qyteti në këtë periudhë të vitit. Edhe jashtë sezonit veror, Saranda mbetet një destinacion i preferuar për turistët që zgjedhin të shijojnë natyrën dhe klimën e butë të jugut. Qyteti bregdetar i Sarandas po mirëpret këto ditët e para të pranverës turistë të shumë të vendas dhe të huaj. Temperaturat e buta dhe moti me diell kanë bërë që shumë vizitorë të zgjedhin jugun e vendit për të kaluar disa ditë pushimi dhe për të shijuar bukuritë e qytetit bregdetar. Zgjedhëm të vizitojmë Sarandën nga fotografitë që kemi parë. Është e rajon e parë këtu. Vim nga Gjermania. Më shumë jemi të interesuar për të parë investimet që po bën në këtë qytet dhe në jug të vendit në përgjithësi. Po e shijojmë shumë qëndrimin këtu. Mendojmë se kemi bërë mirë që zgjodhëm Sarandën, qytet i bukur, me njerëz shumë mikpritës. Në verë do i bëjmë pushimet këtu. Turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë Sarandën shprehen të impresionuar nga natyra, klima e ngrohtë dhe mikpritja që gjej në këtë qytet. Shëtitoria Buzdetit është ndër vendet më të frekuentuara nga vizitorët gjatë këtyre ditëve pranverore. Është rajon e parë në Shqipëri. Jam befasuar nga klima dhe bukuria e Sarandës. Është perfekte për pushime pranverore. Shëtitoria Buzdetit dhe atmosfera e qetë e qytetit e bëjnë vizitën shumë relaksuese. Vizitorët tregojnë se Saranda mbetet një destinacion i preferuar jo vetëm gjatë verës, por edhe në stinën e pranverës kur qyteti ofron qetësi dhe mundësi për të eksploruar zonën përreth. Me fillimin e pranverës Lumivjosa rigjallërohet si destinacion ekoturistik dhe këtë sezon për ruajtjen e pastërtisë së tij. Është zhvilluar një aksion i veçantë pastrimi. Në këtë nismë u përfshin zyra e administrimit të parkut kombëtar Lumivjosa në bashkëpunim me ADZM Gjirokastër. Operatorët turistik të raftingut, organizata të ndryshme dhe një numër i madh vullnetarësh të cilët ju bashkuan me shumë dëshirë. Gjatë aksionit u grumbulluan mbi 850 kg mbetje, një kontribut i rëndësishëm për mbrojtjen e lumit dhe mjedisit përreth tij. Ky angazhim i përbashkët është një mesazh i qartë për të gjithë qytetarët dhe vizitorët. Natyra ka nevojë për kujdesin e të gjithëve dhe duhet ruajtur si pasuri e rrallë për brezat e ardhshëm. Rigjallërimi i aktiviteteve ekoturistike pranvjosës nuk mund të ndodhë pa respekt për ekosistemin dhe pa ndërgjegjësim për mbrojtjen e ambientit. Përmes këtyre aksioneve, institucionet dhe qytetarët tregojnë se bashkëpunimi dhe përgjegjësia sociale mund të bëjnë diferencën duke garantuar që Lumivjosa të mbetet i pastër, mikpritës dhe i paprekur, një destinacion unik për natyrën dhe turizmin në Shqipëri. Fal kontributit të të gjithëve, ky aksion jo vetëm që pastron lumin, por edhe rrit ndërgjegjësimin për rëndësinë e ruajtjes së pasurisë natyrore dhe të ekosistemit të saj.
Fshati Saraqinisht pranë parkut arkeologjik të Antigones në bashkinë Gjirokastër është një zonë me histori të hershme dhe bukuri të veçantë natyrore. Dikur banorët e fshatit mbështeteshin kryesisht në bujqësi, blegtori dhe emigrim për jetesën e tyre. Sot, përveç këtyre sektorëve, agroturizmi po merr gjithnjë më shumë rëndësi, duke tërhequr kështu turistë shumë për shkak të afërsisë me zonën arkeologjike. Fshati Saraqinisht në njësinë administrative Antigone të bashkisë Gjirokastër është një nga zonat me histori të hershme dhe një bukuri të veçantë natyrore. I vendosur pranë parkut arkeologjik të Antigones, ky fshat ofron një panoramë mahnitëse ku ndërthure natyra dhe puna e palodhur e banorëve ndër vite. Banorët e Saraqinishtes njihen për mikpritjen dhe dashamirësinë e tyre. Dikur ekonomia e fshatit mbështetej kryesisht e bujqësia dhe blegtoria, megjithatë sot banorët tregojnë se përveç këtyre aktiviteteve, agroturizmi po merr gjithnjë më shumë rëndësi, fal pozicionit pranë Antigones dhe interesit në rritje të vizitorëve për turizmi rural. Saraqinishta po tërheq një numër gjithnjë më të madh turistësh vendas dhe të huaj. Tani për fat keq në fshat moshe 3 kanë ngelur. Të rinj janë larguar. E për një jetë më të mirë, si dihet. Brezi jonë që kanë ngelur, moshe 3 punuam në emigrim, u këthyem këtu se dhe mosha në iku, punuam janë njerës punëtorë shatarët tonë, për bend, edhe nga Kaur, edhe nga Vlej. Kemi shkuar shumë mirë si vëllezër me ta, për çdo sebeb, vijim, e kemi vajtur, jo vetëm tani, kemi vajtur. Tani këta që kanë ngelur janë njerës shumë punëtorë, sigurojnë atë të dimrit, në një patate, në një qep, në një hudhër, përsin e beharit, domatet, që janë këto perimet, speca, nuk i blejmë, i prodhojmë vetë. Por nuk kemi për tregti, nuk ka për tregti. Vetëm për nevojat të fshatit, për nevoja familjare. Gjatë verës vinë vizitor se kemi parkun arkeologjik të Antigones. Bëjnë vizita edhe në Antigone, vinë në këto shtëpit, se fshati jonë është një fshat i vjetër. Një fshat shumë i vjetër. është një fshat që me traditat të vjetra, me portat të vjetra, me kisha, rreth 12-13 kisha, rreth e rrotull. Vinë turistat dhe këtej. Tani është stinë e pranverës. Jo mbjellim patatet, jo qepë, hudhra, sa për veten tonë. Po i vazhdojmë se mbajmë akoma, po kaluan vitet edhe ne. Po mosha tonë i bëjnë tërë. Ka dhe më pleqe bëjnë akoma. Të në këtë vend, blegtoria më shumë, bujqësia që në fillim, tani ja, miremi me këto tonat, me koshtrat e me. Ka më banorë që mbajnë vreshta, që mbajnë? Mbajnë, po si edhe ne i keme akoma vreshtat këtu, këta shokët këtu vërdal, i mbajmë vreshtat akoma. Po duan e snet, duan vinë, turista vinë. Dhe këtu në fshat vinë edhe në manastirë, se kemi këtë manastirin lartë, e Antigonen, kemi këtë fatin e mirë që vinë dhe për në Antigonen. Turizmi po shihet nga banorët si një mundësi e re zhvillimi për fshatin. Shumë prej tyre besojnë se ky sektor mund të nxjisë edhe rikthimin e banorëve që janë larguar ndër vite për të investuar në vendlindjen e tyre. Me potencialin natyror, historik dhe kulturor që ofron, Saraqinishta po shndërrohet gradualisht në një destinacion të rëndësishëm për turizmin rural të zonës. Shoqëria kulturore Guraj Picarit në këtë 10 mars feston ditëlindjen e 35 duke vazhduar përcjelljen e polifonisë në Breza. Në gjithë këto vite jetë, kjo shoqëri kulturore ka shpalosur deri në skena ndërkombëtare repertorin e saj të pasur me mbi 1600 këngë, valle, pjesë instrumentale e rituale tradicionale. Shkoj në vitet moj ujvar, nga malet e borës bie, shtruar vëndçe në Picar, këng e derte labrie, i tun të valet me for, ditët ere netët gdhive, lule qëmtuar me dorë, në burim të melodive.
Këto vargje rrjedhin nga ujvara e shoqërisë kulturore Gura e Picarit, nga mozaikët e folkut shqiptar, e cila përcjell sot emocionin e 35 viteve aktivitet. 35 vite udhëtim me shoqërinë kulturore Gura e Picarit. Çfarë kujtoni prej ditës së krijimit me artistët që ishin edhe bërthama e këtij grupi? Bashkë me ndryshimin e sistemit u desh që të ndryshojnë shumë gjëra, shumë fusha të jetës, kështu që dhe një grup shokësh dhe shoqesh të cilët ishin apasionantë të kulturës dhe unë atë kohë drejtues i tyre, na u desh që të përcaktonim se çfarë duhet të bënim me të ardhmen. Kështu që më 10 mars të vitit 1991, një grup këngëtarësh, valltarësh dhe instrumentistësh vendosëm të krijonim shoqërinë kulturore, artistike e folklorike Gura e Picarit. Kjo shoqëri kulturore u krijua në shtratin e saj. E kështu që ajo bërtham ishte me artistë si Dituri Thana, Fazo Isaraj, Banush Malo, Idrizi Saraj, Durim Saraci, Gjeva Irguqe, Ilirian Karabina, e shumë të tjerë të cilët janë larguar në emigrim. Por, na u desh gjithashtu që të ndërtonim statutin e kësaj shoqërie me qëllim që ne të vepronim ligjërisht. Na u desh të krijonim patjetër emblemën e kësaj shoqërie dhe u mendua e u ndërtua një furk me kokë sorkadhi që presupozonte zonën kodrinore, malore, epikën dhe lirikën. Gjithashtu, na u desh që ne të kishim një emër tonin, një emër simbolik të asaj zone dhe vendosëm emrin e lumit Gura e Picarit, i cili ka gurgulluar në shekuj dhe furnizohet me burimat malor nga zona jon të maleve me bor. E kështu që kjo shoqëri kulturore, artistike e folklorike vazhdoi të udhëtoj ndër ditë, javë, muaj dhe vite. Kush ishte qëllimi i krijimit të kësaj shoqërie kulturore? Kjo shoqëri kulturore patjetër që do të ketë qëllimin e saj, ashtu siç dhe e kemi. Pra, qëllimi kryesor i shoqërisë kulturore, artistike e folklorike Gura e Picarit ishte hulumtimi, evidentimi dhe lëvrimi i fushave të ndryshme të folklorit siç janë këngët, vallet, instrumentat, rritet, doket, zakonet, ninullat, logatat dhe pjesë të tjera të asaj jete tradicionale që të parët tanë kanë përcjell në shekuj. Pra, u desh një punë shkencore për ta ngritur këtë shoqëri kulturore. Ishin përgjithsisht deri në atë kohë mbi 200 artistë të cilët u grumbulluan rreth kësaj shoqërie dhe si të tillë ne patjetër do të kishim dhe kemi qëllimin e evidentimit dhe promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore shpirtërore. Si është organizuar struktura e Gurës së Picarit? Dhe cilat janë mundësitë tuaja për të ofruar apo për të afruar, të themi, elementë të rinj? Dhe a ka interes nga të rinjt për këngën popullore sot? 4 janë piketat kryesore të kësaj shoqërie kulturore. Është grupi polifonik, grupi i valleve, grupi i instrumentistëve baritor dhe grupi i artizanëve, pra i përpunuesve të gurit dhe të drurit. Të gjithë këta së bashku përbëjnë atë mozaikun dhe strukturën e shoqërisë kulturore, artistike e folklorike. Për arsye se nga një moment në tjetrin ne evidentojmë të reja dhe këto të reja patjetër artizanët janë të domosdoshëm. Shumë emra janë larguar nga jeta, por të tjerë janë duke ardhur. Kështu që elementi i ri në të gjitha këto grupe është duke u afruar. Ka vështirësi për arsye se emigrimi apo dhe migrimi i brendshëm kanë bërë që të jenë të rrallë ata që ofrohen rreth kësaj tradite, domethënë kësaj stolie që quhet e vjetëruar, por në fakt është e shenjtë dhe e shtrenjtë. Ne kemi në grupin ton këngëtar, këngëtare, zanaçi, profesionistë mrekullueshëm të cilët janë duke ndihmuar këtë shoqëri kulturore, jo vetëm për ta promovuar, por edhe për të përfituar, sepse ekonomia e tregut tashëm ka një fytyrë tjetër dhe fytyra jon është edhe bashkëpunimi për të çarë, jo vetëm në skenat natyrore të rajonit ton, por dhe në ato kombëtare e ndërkombëtare.
Epika, lirika dhe elegjika përbëjnë repertorin e grupit folklorik. Mbi 1600 këngë, valle, pjesë instrumentale janë interpretuar nga artistët popullor në festivale folklorike, kombëtare, ndërkombëtare dhe në evente rajonale të polifonisë. Kjo shoqëri kulturore, siç tham, ka këto piketat e saj të grupit polifonik, të valltarëve dhe të instrumentistëve. Kështu që kjo është e aktivizuar në aktivitetet lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, duke filluar nga Gjirokastra, por deri në Shkodër me grupin e instrumentistëve. Në tërsinë e vet, kjo shoqëri kulturore ka një fytyrë të veçantë, një karakteristikë të veçantë në folkun shqiptar, sepse këtu është dhe dallimi, pra mozaiku i folkut tradicional shqiptar, ka pjesëzat e saj dhe ne jemi një pjesë shumë e rëndësishme dhe pjesëmarrja jonë patjetër që ka qenë dinjitoze duke pasur identitetin ton, duke pasur fytyrën ton në hulumtimin dhe interpretimin e vlerave të trashëgimisë kulturore. Por nuk do të thotë se janë vetëm festivale të cilat realizohen nga institucione të ndryshme apo shoqata, por ne kemi koncerte të vazhdueshme me agjensitë turistike nga Evropa dhe bota. Ju jeni krijues, interpretues, drejtues i kësaj shoqërie kulturore. Cilat janë, të themi, projektet që ju keni në vazhdim? Lajmi mirë është që shoqëria kulturore apo grupi polifonik së afërmi është duke regjistruar disa këngë që do të përbëjnë buqetën e albumit ton muzikor. Dhe një nga këngët e ralla është te ky grup ku do të paraqitet së afërmi për të gjithë spektatorët teleshikuesit. Është një këngë e cila ka origjinën prej vitit 1850, ku bëhet fjalë kur atëherë luftonin me Jatagan dhe Dogra, ky kishte edhe fyellin si armë, pra bënte lajmërimin se erdhën osmanët, erdhën koshallët apo u larguan. Këti në këtë kohë i vran gruan dhe djalin, pra Menekshën i vran gruan dhe dëm të vran Menekshën se bëri një djalë dhe djalin ta pren se kërkon të kal. Ajo cule shkretë deri në jahninë, ngrete bejr bi o lejtë dhe pasha ja o liena. Pra është një këngë e vjetër e cila do të përcillet për të gjithë ata që e duan dhe e ndjejnë folkun, polifonin, trashëgimin kulturore. Këtë sezon, pranver ne kemi kalendarin e aktiviteteve, siç janë festivali i Vjosës në Memalie, i Selenicës, i Vlorës, por dhe në Korç e Shkodër. Pra është një lloj kalendari i cili do të na bëjë që të ruajmë ritmin dhe cilësinë, për arsye se ngado që të shkojmë duhet të kemi identitetin ton zonal dhe rajonal. Kështu që të gjitha këto lloje aktivitetesh besoj se do të ruajnë grupin ton për të qenë më autokton, duke pasur parasysh dhe interpretimin e vokaleve apo të cilësisë së lartë të ritmit të valleve dhe zakoneve e dokeve të tjera që ne do t'i përcjellim për spektatorët dhe telespektatorët. Gura e Picarit, që prej vitit 1994 është anëtare e qendrës kombëtare të organizimit të festivaleve folklorike në Francë. Dhe këtu kemi përfunduar, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.